Kisha një kështu. Alo, Turi? Alo? Atere, Genti dhe Jul. Është natë, papritur bie nata. Po, ju të dy bëni gati për të fjetër. Më falë sa të... Sa të fshi këtë, mo. Ja, kështu. Okej. Ju të dy jeni shtrirë dhe po bëheni gati për të fjetër. Keni kaluar një ditë të lodhshme. Unë s'po të bëjmë gati, po t'ja fut gjumi direkt. Si zakonisht, Juli fillon gërhet, sapo vë kokën, dhe Genti është i detyruar të duroj Julin. Një dorë. Papritur dhe Genti në zë gjumi. Në këtë, afer? Po, një gjumi i rënd i zë të dy. Diçka e tmerrshme po ndodh në apartament. Po vjen zonja vdekje. O, që na boni groshaj. Groshe. Vdekja ka ardhur të marrë dikë sot. Të shohim se kush do jetë i përzgjedhuri i saj. Jam vdekja. Pse pas kanë vu muzike në komisar Katanit? Kush holër? Jam vdekja. I gërë, streqene, i gërë. Hajde. Amo po flej, jam vdekja, i gërë. Ka morë. Jam vdekja. Julit kam thënë 100 herë mbyllë derën e halës kur kryen punë se më ranë qerpikët. Vesh nga grosha. Hey you! Respect your mother! Jam vdekja, thash! Kaç! Mos bërtit! Që jam vdekja! Më traktoni mua si legend! Unë jam vdekja! Jam më gjëndi vdekjes! Unë lëshoj vetë tima! Oma? Një sekundë se s'del! Se s'funksionon do njërsh. Mos e kemi na dir murra. Jo, një sekundë. Jo, më bu, jam vdekja, më. Mos e kishe fjallën për këtë vëdëtime këshu? Jo, e kisha për këtë këshu. O, fillëshiu! Ka robët të Jo, kena më robët shtiga, të vdekja, më. Ha! Ordo, pëse kja ordo? Jam vdekja për kokë të motors, jam vdekja. Qa do? Jam mort, ore, jam këshu kill, fare. O, Gendo, në Pascal Vjera! O djali. Le, fare, po leta. djali. Po leta shi kod dëm leta shi, unë dhe jam vdekja si njëri dër. Po i kam punin dhe së në pashu fare, ta shi skot. Mosik, hajdi këtu. Po jam vdekja, mo jam vdekja. E kuptova, je nga ato censusit. Qa do tash? Po qatë, jo po. Jo jam të spitari, jo vaj, tu i tham jam vdekja dër. Hajdi që këtu. Një sekund me falë, është vdekja që je hongër të mortja. Ka ardhë këtu për... Juli dhe Genti, jeni të fiksuar për vdekje, por mos e jepni vetën. Jam vdekja për e thash. E morën vesh. Ha, kuptua të shishve. Mos pek. Mos pek. Morë vesh jam vdekja tani. Bëu qi gati të shi. Ti, kush i? Ti Gentian Zenelajt, bëu qi gati. Ja, Gentian Zenelajt. Kush i Gentian Zenelajt nga ju? Gentian Zenelajt. Shiko, du të themi gjo. Në të dhomë është Juli dhe Genti. Unë si jam Genti. E ka be? Juli, sinceriteti është për ty ty. Genti gënjeshtra është vesti yt. Okej, ja ku është Genti. Jam me ty, po jam i sinqert për Zotin. Po me mu. Shiko, jo, sinceriteti e shoku duhet versuar, apo jo? Tani, përgatitu se unë kam marrë të marrë. Qa të morësh? Jam vdekja. Ej, na mera të plerat e hidhi qikë të këtë. Po i marro. I edhe unë, s'ka problem. Të lutem. Ka marrë të marrë, lej tani, do vdesish, ka marrë të marrë. I qik shpejt këtar, 30 vjeqe. 35! Se gjenjen mu. Mos fol më legend, mos fol. Se gjenjen mu. Jam i martuar, kam fmi. Super beqar. Se gjenjen mu. Jam i sinqert. Shiko, Gent, jam me ty, po jam i sinqert. Për kokën tënde. Okej, vazhdo të rish kështu me mua, si që. Kështu që bët lutem, mos... Kjarë qik shpejt, ti po i gjiro, mo. Dëgjo. Kam kredi pa paguar. Po, këtu, po. Po mirë, shumë mirë. Me kredin e reqe, meni mund të vdisti të qenë. Edhe vdekja është e mëshirshme ndonjëherë. Unë jam vdekja, po më pëlqeke që nge simpatik. Biles, që nge shumë i mirë.
Wow, vdekje moderne. Jo, e kam sinqerisht, është shumë i pashëm kështu. Atëre, me që ishin i pashëm, unë do e bim kështu. Po të letë sa orë kohë, do me thëmë do dalë do mbledh një ta të fshatit kështu, rreth e qarë. Si ke vdekje kështu, nga këto vdekje, që ke kështu? Ashtu duken, po punën e bëjta mamë. Okej. E ka me gjithë mënë. Po të preka sose direkt. Do dalë të mbledh një ta bashkëtarët tuaj, rreth e qarë, edhe erdha. Shiko, vetëm se na bëj kos nga ato 1.5 pa yndyrë qanë ato. E do nga ato që të kërcen barku kështu? Po, nga ato apo nga ato që të heqin ndjesinë e fryrjes? Jo, nga ato që të heqin ndjesinë e groshës. Okej, në rregull. Na merr një shumë. Po na ne lekë se kam 2 mishe, mos ta fyej. Pastaj. Mirë, okej. Pyet diversi. Çat bën? Tash fshiu ti, se unë do të maskoj ty. Do vjet do ta gënjeu atë. Më maskoj një herë pastaj të fshihem. Ej, plak fshiu më plak. Po futu diku futu ej. Ashtu. U fute. Po. Hiç nuk dukesh plak. Fare? Jo, e futu mas librit. O gjetu, futu diku më burr. Mja, rri aty. Ashtu je mirë. Ej, maj këtë bananin kështu. Që dukesh si frut. Ha. Urdhëroni. O, zonja vdekje. Jo po zonjusha. Qa zonja më buri dhe zonja thot. Si Kush i mjekra dherë në gjuhë. Urdhë, pse kishit ardhur? Ku vajtja ai? Kush? Genti. Jako ke. Jako qej. Ej, ja me ty pa jam i sinqert për zotin e. Ja. Një sekundë se jam telefon. Alo, se ka kjo vdekja, do të na... Okej, urdha. Kush ishte? Dëgjoj. Gati, jemi shpirtërisht. Po. Nuk është ai skeq aty, mos e merr me kështu. Po. A mund vish një sekond? Në të fusi në zjarr deri këtu, po mësohet njeriu. Po. Urdhëro. Mund vish sekond? Po. Kam i bisedë. Mund të hypesh pak tu sipër? Aty sipër unë? Tu sipër. Ose duhem si legjena se kemi goxha profesion, jemi vdekje. Duhet bëj vetëm ja 2 pyetje. Hyp sipër. Ty hypi sipër fare. Hyp sipër. Ja një sekond. Urdhëro. Ka të marrësh ti më leken. Po u thej skalpin më i poshtër. Po leken, u thej skalpin. Ha urdha. Liro vdekjen plak. Nuk do ta liroj vdekjen. Kam Juli, po kërkesat e ndodh mia. pengmarrja më e madhe e shekujt, Genti para ka marrë panik peng në kurisë të Gentit. mëshme. Si mund merret peng vdekja? Ej! O çuna, o goca, o Lisa, o Bicu, o Tubi, o Egi, o Plini. Çaka. Kush po dinim? O Gjota, o të hongër të mortja të hongër. Ej, nemi ka. Tash i Genti. Vdekja? Jo. Ej, Po, vdiq Genti. Genti po na bën qofte neve këtu vdiq tot. Ku vjen grën qoftë Genti? jo, një sekund. Genti dhe vdekja janë in a complicated relationship. Genti. Ej, Po si ti me Gentin? Po pse? Po ishte shumë i ri më. Po një sekund. Po shkoni më në banjë për ditë, banjë du shkoni për ditë, se sjeni me. Lisa Tubi, Erlin dhe Gjota, jeni gazetar që bëni shumë zhurmë për asgjë. Vdekja është marrë peng nga vdekja. Ej, okej. Urdha. Ka nërë gazetarët. Plasi. Plasi. Ka me mund kërkesat e mia. Nuk e do shtoj vdekjen. Ka me mund disa kërkesa. Ka me të pizza urgjent. Duhet ta përgjigjen. Një sekund, urdhë. Atëherë jemi këtu live drejt për së drejti Fale, e kuj televizion jeni ma mikrofon juve? Vision Plus natyrisht. Vision Plus. Ndale sa pas ma mikrofonin vision. Atëherë ja një lajm që ka për të bërë buj jo vetëm në Suks, po në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Një tjetër tragedi e madhe ndodhur kjo pas rënies së stacionit të Edi Ramës dhe takimit të Ju lutem vi nga tringu, mos e beso po desh. Një sekond. Nga televizion Po. një pyetje. Ta dhash atë fjalë, sa ta do. Çado. Se dia se s'ma mori mirë se do më jepsh fjalën, prandaj. Një sekund. O, Olgeto, ka nërë gazetarët. Ka vash Vision Plusi. Lirojte, lutem. Shpirti. Ka kërkesat e mia. Një sekund. Të vdekja s'dele gjapi këtu pa kthyr përgjigje kërkesave të mia. Një, pse nuk e rrafin më me Robazen? Më fal. Të them diçka. 2. Dëgjoj të lutem. Çfarë me Bertinën dhe Erionin? Se nuk janë më bashk. Alo, të lutem. Mund të zbesa ty poshtë ka nga lartësit. Jo. Një sekund. Të lutem. Jo. Një sekund më vonë.
Lala, i keni mori ilaçe sot më plak. Po ju lutem më jepni informacion mos Lironi vdekjen. Lironi vdekjen. Lironi vdekjen. Jam me ty. I vdekjen. Jam me ty. Lironi vdekjen. Bukur. Kam kërkesat e mia. Kur vjen Berisha në apartament 2 se qitati mirë, ta marri vesh gjithë. Po sezonit pa burtit. Për sezonit sa këtë sezon. Ato lek për 3 hidrocentrale, ku shkuan ato Një lek? sekondë. Atje të dashur gazetar. Lironi vdekjen. Genti ke për të hongur derin. Okej. Qetësoni. Do ta liroj. Por një pyetje të fundit kisha. O çto më haj derin ky mu. Një pyetje të fundit kisha. Këtë do të kthesh përgjigje. Bjordi ma të lajtën, pse u ndanu për i dhe, ose më gjerë një fiksim në zemër kjo gjëja. Shiko, Bjordi shumë tipi komplikuar. Dhe në të vërtet. E dashur vdekje, do të flasësh përpara medias? Po. Atje do të mbaj vdekja një fjalim, një diçka. Albano, ke 60 sekonda kohë për të bindur Gentin të liroj. Fjalën e ka vdekja. Shiko, se po e thash andaj nuk duket në televizor, që ta them shumë. Mos I zgjas një kot. Alo. Si jeni mirë? Si kaluar? Jo. Ç'keni me mua të shkreti? Fal. Si nuk e vjen keq. I co punëtori thjesht jam dhe unë. Zbatoj urdhra. Po, e kam vetë fajnë unë. Desha punë, vdekje unë. Hapa gazetën aty thoshte një. O ndihmë spiciero vdekje, zjo dha vdekjen unë. Për 30.000 lekë të qelë bëra më shumë në muaj. Do merja 150, u marrë 110. Se thash po të punoj picier, do shëndoshem. Ja, u bëra vdekje 200 kg direkt. Apo s'është punë kjo? Se çosh duket si punë, e kupton, por nuk është gjë si punë. Jo si njerëzisht e kam. E dish më kuptoni, po ja veni veten në vendin tim. Me thënë, sa herë veproj unë, dëgjohet kjo kështu. Vaj zena, vaj ma! Që them, na I ku jeta varrimeve. Edhe kur e ka na striti thonë moj zeno, janë shumë ndër njerëzit thonë burrë. Ai e ka peçi, të moj zeno, jo I them peçi, zeno e vdras dhe atë. Edhe një shok që kisha, Adolf Hitlerin. Që unë timon dhe në njerë këshu. Edhe a I gjithi këshu. Edhe në veri po ashu. Mos më prek se vdesja, vdekja unë. O do më lirosh të lutem. O ti për vdekjet merr këtë keqen po, dëgjoj. Mos u do të liroj. Do ta liroj si qeka gjunaf, po 150.000 lekë rrok. Gjunam e imagjino vete në punë në autobus. Liruam vdekjen. Liruam vdekjen. I kanë. Liruam vdekjen.